Gazeta italiane Domani publikoi disa pasazhe nga libri Invincibili, La mafia albanese da Roma alla conquista del mondo, i autorit Nelo Trokçja. Aty tregohen detaje mbi rolin e grupeve shqiptare të drogës, teksa përmenden edhe emra të afërt me qeverinë. Në artikull përmendej një takim në Karaibe mes bandave të krimit dhe njerëzve të kryeministrit Edi Rama. Nelo Trokçja ka folur për mediat shqiptare duke dhënë më tepër detaje. Sipas tij ka biseda të përgjuara ku flitet për njerëz të nivelit të lartë të qeverisë së Edi Ramës. Drejtoria e antimafjes thotë se është konfirmuar një takim në Aruba midis këtyre personave, shehut dhe shokëve të tij, me figura të përcaktuara të qeverisë në detyrë, jo të qeverive lokale. Ky ishte në 2019-ën, e njëjta qeveri që sot qeveris Shqipërinë, pra Rama, shprehet ai. Në këto dokumente të sekuestruara që kemi analizuar, a ka emra të qeverisë shqiptare, drejtues të lartë të qeverisë? Nelo Trokçja, po, drejtues të lartë, pra ose ministra ose nën sekretarë. Është e qartë që ata përmendin këtë lloj reference. Ka biseda të përgjuara ku flitet për njerëz të nivelit të lartë të qeverisë së Edi Ramës, duke përmendur Edi Ramën si kryetar të qeverisë. Kush ishte aty duhet të sqarohet. Për këto pyetje, Rama nuk ka pranuar të përgjigjet, por duhet të tregojë nëse këta persona ekzistojnë apo janë vetëm trillime të përgjuarve. Një fakt i njohur, drejtoria antimafjes thotë se është konfirmuar një takim në Aruba midis këtyre personave, shehut dhe shokëve të tij, me figura të pacaktuara të qeverisë në detyrë, jo të qeverive lokale. Ky ishte në 2019-ën, e njëjta qeveri që sot qeveris Shqipërinë, për Rama. A ka detaje të tjera në libër mbi lidhjet mes politikës dhe mafjes? Për ata që janë kurioz, Nelo Trokçja, lidhen fuqishëm politika dhe krimi. Unë rikonstruktoj për shembull raste ku janë hetuar edhe figura të tjera politike shqiptare. Ish presidenti ka pasur hetime për ministrin e brendshëm të qeverisë Rama, por edhe për ministra të tjerë, për shembull për ndërtimin e impianteve të mbetjeve. Pra nuk është se nuk ka pasur hetime mbi figura të larta qeveritare. Kjo kërkon një nivel transparence edhe më të madh. Kryeministri Rama ka vendosur kohët e fundit një ministër për inteligjencën artificiale për të parandaluar korrupsionin, çka tregon se problemi ekziston. Nelo Trokçja, në libër unë gjithashtu intervistoi një ish magjistrat, Francesco Mandoi, që ka punuar me qeverinë Rama dhe ai tregon për funksionimin e strukturës antikorrupsion dhe të policisë gjyqësore. Kreu i policisë gjyqësore emërohet në bashkëpunim me qeverinë. Autoriteti antikorrupsion ka pavarësi, por gjithashtu një lidhje me qeverinë. Disa biznesmen që kam intervistuar shumë flasin për Shqipërinë si një shtet i parave kesh. Kur kam pyetur Nicola Gratieri, shefi i prokurorisë në Napoli, se a egzageron Berisha kur thotë se Shqipëria është narkoshtet, ai më ka thënë se është më shumë se kaq. Edhe prokurori tjetër Mandoi konfirmon se ka korrupsion të përhapur. Kur ka korrupsion të përhapur mund të flitet edhe për narkoshtet, sepse krimi ka pushtet të thellë dhe të gjerë në Shqipëri. Mafia shqiptare ka një karakteristikë të fortë territoriale, investon në vendet ku operon, por pjesë të fitimeve e rikthen në Shqipëri. Kryeministri juaj Edi Rama kohët e fundit ka krijuar pozitën e një ministre për inteligjencën artificiale, siç e ka quajtur ai, me qëllim parandalimin e korrupsionit. Kjo tregon se tema e korrupsionit shihet si një problem që duhet trajtuar. Çfarë të bëj unë? Sigurisht e përfshi këtë temë edhe në librin tim, duke e treguar edhe nga aspekti i kundërshtimit të saj. Për shembull, intervistoi një ish magjistrat që ka pasur marrëdhënie me qeverinë Rama dhe ka punuar në Shqipëri, i quajtur Francesco Mandoi, i cili më tregon funksionimin e strukturës suaj antikorrupsion dhe të policisë gjyqësore. Ai më shpjegon se kreu i policisë gjyqësore emërohet në bashkëpunim me qeverinë, që do të thotë se autoriteti antikorrupsion ka një prezencë brenda autonomisë dhe pavarësisë së qeverisë përkatëse. Kur ekziston një korrupsion i përhapur, kur mund të flasësh pa u kundërshtuar dhe pa egzageruar edhe për një narkoshtet, që ka ndodhur në disa forma të tij dhe në disa raste gjyqësore që kanë dalë në dritë. Kjo tregon se pushteti kriminal është hegemonik. Kjo do të thotë se në Shqipëri pushteti kriminal ka rrënjë të thella, të gjera, të përhapura dhe të zgjeruara sot, jo 30 vjet më parë. Dhe Grateri në mënyrë të qartë dhe të dukshme përshkruan një tipar të krimit të organizuar shqiptar. Ai ka një territorialitet të madh. Shqiptarët që bëjnë biznes në Londër, ata që bëjnë biznes në Dubai, shqiptarët dhe mafia shqiptare që veprojnë në Guayaquil, shqiptarët që bëjnë biznes në Rom, mafia shqiptare që vepron në Holand. Një pjesë e këtyre të ardhurave pastaj rivlerësohen në territorin e origjinës, duke ruajtur kështu një karakter të thellë dhe një territorialitet të fortë. Kështu, kjo Shqipëri në zhvillim përballet edhe me rivlerësimin e pushteteve kriminale të mafias shqiptare. Pse i quani të pamposhturit? Nelo Trokçja, sepse kanë aftësinë të operojnë jashtë vëmendjes së organeve dhe kanë një kapacitet ndërkombëtar. Janë të pranishëm në një territor, por menjëherë shpërndahen dhe gjejnë rrënjë në vendin e origjinës përmes sistemeve korruptive. Kjo është arsyeja pse pothuajse të gjithë narkos që përmenden në librin tim janë të lirë. Për shembull,
Nelo Trokqa, Arben Zogu, Donjan Petoku, Sinomati, të gjithë janë të lirë. Elvis Demçi është i lirë për shumë vite. Donjan Petoku është i lirë dhe ndërtoi një klan brenda komunitetit ku u dërgua për vartësi droge, por pastaj u arratis. Madje ishte në Dubai dhe u tha se u arrestua. Në Shqipëri nuk ka pasur një strukturë të fortë kundër këtyre për shumë vite, ndërsa në Itali kemi bërë 30 vite antimafia. Atje ky sistem nuk ekzistonte. Prandaj ata bëhen të paprekshëm, sepse nuk ka kapacitete për t'i përballur si sistem. Ju e keni përdorur termin mafia shqiptare. Jeni i dyti pas Nikola Graterit. Mund ta shpjegojmë? Nelo Trokqa, pasi kjo strukturë ka karakteristika tipike të mafjes, kontrolle territoriale, përdorim të dhunës kur është e nevojshme, ndikim dhe korrupsion ndaj pushtetit shtetëror dhe dominim në territor deri në arritjen e një lloji hegemonie që krijon heshtje dhe impunitet. Edhe nëse individët nuk kanë dënime, struktura ekziston dhe funksionon si mafia. Pra ata janë të lirë dhe të paprekshëm. Nelo Trokqa, po, omerta dhe impuniteti janë tipike të strukturave mafioze, edhe pse shumë prej tyre nuk kanë pasur ndonjë dënim. Kjo nuk do të thotë se nuk kanë pushtet kriminal.